Atëherë me ju, i nderuar profesor, edhe organizmi vetë, pra kemi aspektin shpirtëror, aspektin e vetdijes, aspektin e bindjes, siç hoxha i nderuar e shtjelloi, po kemi dhe aspektin fizik. Aspekti fizik sepse ato që agjerojnë nuk janë të gjithë vital nga pikpamja e organizmit. Kemi njerëz të sëmurë, kemi njerëz të dobët, kemi njerëz me probleme me ushqimin, kemi nga ata që janë të dobët si natyra, nga ato që nuk kanë arritur të kenë rezultate konkrete në jetë në përballimin e sfidave të ndryshme. Pra, dhe nga pikpamja mjekësore, çfarë duhet që të paktën nga pikpamja jo psikologjike, pra motivimit fetar, po nga pikpamja organike, të kemi një organizëm të mirë dhe një organizëm optimal për t'u përgjigjur faktit që 30 ditë me qenë pistë, me qenë në atë garën e suksesit. Kemi ndikimin si në komponentën shpirtërore, ashtu në komponentën trupore të njeriut. Njeriu përbëhet nga këto dy komponente. Pra, nuk do të thotë që jam i shëndetshëm nëse nuk kam ndonjë dhimbje. Po shëndeti nënkupton një mirëqenie biopsikosociale të asaj komponentës trupore, shpirtërore, edhe mandej edhe në raport me shoqërinë. Agjërimi si agjërim është diçka e natyrshme. Nëse njeriu ka një lëndim, një rëndim të shëndetit, ai patjetër se ka më frenu oreksi tina, ka më ndalu nga marrja ushqimeve. Pse? Të mos e rëndoj edhe më tepër shëndetin e vet, të mos e rëndoj organizmin e më tepër, ta lënë organizmin që vetiu të sanoj, të shëroj vetveten e tij. Sa i përket agjërimit, në aspektin e komponentës shpirtërore, është vërtetuar se ka ndikim pozitiv tek personat me depresion, tek personat në fazën e hershme të Alzheimerit. Ndërkaq, sa i përket komponentës fizike, ka ndikim shumë të mirë në sistemin kardiovaskular, kur përmenden personat me probleme të ndryshme shëndetësore, mund të përmendim se gjatë një dite tek agjëruesi, rraurat e zemrës janë më të vogla për 14.000 herë. Llogaritë për 30 ditë sa pushon zemra së punuari. Pastaj, mëlçia diku për 4 deri në 6 orë punon më pak. Po në ndërkohë, mëlçia është laboratori i cili bën krejt detoksikimet, krejt ato fajet tona në ushqim që i bëjmë, që marrim ushqim pa kontrolluar, ajo i detoksikon. Pastaj, kemi një pushim të veshkve, kemi një ndikim shumë të mirë të smundjet e ndryshme të nyjeve. Është shumë interesant, 3 ditë e para, deri në 6 ditë para, është vërtetuar, jo, nuk po flas për hulumtues të shumë të musliman, po kanë bërë perëndimor shumë hulumtime rreth ndikimit të agjërimit. Është një doktor Herbert Shelton, i cili për 50 vite ka përcjell 40.000 agjërues, si po ndikon agjërimi në shëndetin e njeriut. Edhe janë vërtetuar shumë ndikime të mëdha, si në zbritjen e tensionit, si në uljen e nivelit të sheqerit në gjak, në uljen e lipoproteinave me densitet të ulët apo kolesterolit të keq që është i njohur në popullat. Pastaj, është një qetësi shpirtërore, është një ngritje emocionale, një ngritje shpirtërore e njeriut. Kështu që, si vërtetim, të mos marr kohë më shumë, është që për të agjëru nuk ka pleqëri, nuk ka moshë të shtyme. Barometri, treguesi më i mirë është ai në veten tonë. Mund të agjërojmë, duhet të agjërojmë. Përndryshe, agjërimi është për ta forcuar shëndetin, nuk është për ta ligështuar shëndetin.